Kina në raport me aleancat e saj ka qenë gjithmonë për të konkretizuar multipolaritetin, si kundër edhe për të ulë performancën dhe sundimin hegemon të SBA-s në të gjithë rajonet. Dhe kjo është çështja e Kinës dhe këtë e di shumë mirë SBA-ja, e di shumë mirë presidenti Trump dhe gjithë përpjekjet e tij kanë qenë pikërisht në një lloj parafri tendence për ta afruar Rusin, për ta larguar nga ndikimi rus, po se sa do arrihet kjo, koha ngelet për ta provu, ngelet për ta Qartë. provu sepse Kina dhe Rusia dhe jo vetëm kanë krijuar dhe aleancat e shteteve të jugut, të cilët janë një kërcënim dhe sfidë për perëndimin, po edhe për SBA-n dhe botën euroatlantike, në gjithë dimensionet e tyre, të organizimit dhe të materializimit të këtyre projekteve. E qartë, zoti Lezi, nga ana tjetër, si e keni parë ju dhe në nënshkrimin e paqes pra mes Izraelit dhe Hamasit, dhe a ishte vërtet ky fundi i kësaj lufte edhe çfarë garancish ofrohen? Ndrua, kjo do para është për të përshëndetur për shkak të asaj dëmpërçmërive të cilët pas një betejë dhanë rezultati tragjik. Kemi parasysh bilancin e vdekje rreth 70.000 ka shkuar dhe 100 mijëra të plagosur, shkatrime e tjera. Është për të përshëndetur që doli popujt respektiv dolën të fituar, u arrit armpushimi, u shkëmbyen pengjet dhe ka lënë u testuar faza e parë e kësaj marrëveshje me sukses. Sikundër ngelet për të parë dhe për arritjen e rezultateve konkrete në zbatimi i marrëveshjes në termat konkret të saj, e cila ende nuk janë qartësuar përpalet pozicionin e Hamasit, që është shkaku kryesor i shpërthimit të kësaj lufte dhe mbajtjes ndezur së saj, çfarë pozicioni do të ketë nesër dhe si do të jetë ardhmja e gjithë popullit të Palestinës. Kemi parasysh kjo erdhi si rrëdhoj edhe një presionit faktorit ndërkombëtar, sidomos të vendeve perëndimore që Franca, Gjermania, Britania, Kanada, të cilët u deklaruan në mbledhjen e OKB-s për ta njoftë shtetin e Palestinës, përkundër një qëndrimi rigjid të SBA-s në mbështetje pa kursye që i bëri ndaj Izraelit dhe kryeministit Netanyahu në gjithë fushatën, po themi, bombardimeve apo sulme që ndodhin në Gaza, cila për hir vërtetës ishte një gjenocid që ka trazuar ndërgjegjen mbarkombëtare dhe përballë kësaj katëror që ndodhi, vetë perëndimi u pa i kompromentuar, qoftë në aspektin moral, politik, njerëzor, po edhe u cënu gjithë drejta ndërkombëtare dhe tashmë përballë kësaj situate ishte detyruar që Trump të investohet në një arritje në armëpushimi, ku perëndimi kërkonte çfarë? Kërkonte një qasje autonomisë strategjike të saj në përzgjedhjen dhe në qëndrimin që do marrë ndaj çështjes së sigurisë. Dhe përballë kësaj ishte një frikë e SBA-s, ku përshpejtoi arritjen e kësaj marrëveshje dhe projekti mendoj që do kohën e vet materializohet dhe për të parë se si ai do të zhvillohet. Nëse do të jetë Hamasi pjesë e realitetit nesër, pjesë e infrastrukturës qeverisë, apo do ngelet thjesht një polici lokale dhe si ajo do të çfarë statusi dhe mandati do ketë. Do të kthehet një faktor politik siç është, apo do të koha do ta tregoj, po historia e konflikteve midis dy popujve ka qenë e tillë sa që ato është arrit paqja, po asnjëherë nuk ka qenë afatgjat, po të kthehemi pas në gjithë paqet e arritura dhe apo në ato të cilët tashmë janë të njohura, por mendoj që është një paqe dhe një marrëveshje e cila është për të përshëndetur, i rrit kredencialet e Trumpit si një lider, po themi, i formatit global, si një lider i paqes, e ushton bilancin e arritjes paqes si investitor i saj edhe me këtë konflikt, por që sepse ngeli i ekspozuar në riskun e tij të kompromitimit për shkak të makrabilitetit që prodhoi, gjenocidit të njohur edhe ndërkombëtarisht, por edhe s'kishte rrugë dalje tjetër. Tash do shohim rezultatin se si do të jetë statusi i Gazës, çfarë roli do luajnë shtetet të tjera, qoftë Egjipti, Katari dhe Turqia, apo të tjerë të cilët kanë interesat e tyre në lindjen e mesme dhe si do të konkretizohet ajo. Po mendoj që është herët për të folë, është për të përshëndetur si paqe, por nuk mendoj që do të jetë definitive në sensin e asaj. Do të rehabilitohen për një periudhë disa vjeçare plagët e këtij konflikti, rehabilitimin dhe integrimin e palestinezëve në këtë territor, po si do të jetë ajo e ardhmja e saj, mendoj që ajo do i përkasë palestinezëve, do i përkasë banorëve sendentar të saj dhe çdo përpjekje për ta devijuar dhe për ta ndryshuar demografinë edhe përmes me kapeve apo mes
marrëveshjeve apo projekteve në mbikëqyrje dhe bordin edhe ndërkombëtar, duke dhënë një status veçantë, mendoj që do të dështoj sepse janë një lindje e mesme në themel të cilës janë gjithë konfliktet karakterit religjioz dhe ideologjik. Dhe ko e ka treguar që pavarësisht ndërhyrjeve dhe projekteve, për paqen ato kanë qenë të afatshkurtra, sepse radikalizimi ka qenë i menjëshëm. Dhe kemi parasysh një rajon i cili prodhon është një maternitet, po themi në mënyrë metaforike, maternitet i radikalizmit fetar dhe ideologjik, ku në çdo moment ai mund të shpërthejë dhe asnjëherë nuk është nën kontroll, dhe çdo pretendim për të thënë që jep një zgjidhje përfundimtare të kësaj situate e cila ka një gjenezë të hershme, është vështirë për të thënë. Por është për të përshëndetur një paqë dhe për tregon edhe shkallën e ndërgjegjësimit të dëshmës. Mirë, zoti Lezi, kalojmë tek pjesa e dytë. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Pesur zgjati raportimi i fundit i Altin Dumane në kuvent si kryetarisë SPAK. Ai parashtroi punën e institucioneve për vitin 2024, teksa vlerësoi se arriti goditjen e krimit organizuar në veçanti. Dumani kërkoi nga ligjvënësit zgjedhje se s'do të ndodhë me mandatin e prokurorëve të SPAK. Teksia njoftoi se ai vetë nuk do të rikandidojë më dhe se s'do të jetë pjesë e prokurorisë së posaçme pas 2028-s. Akuzave të opozitës ju përgjigj për të dhe çdo koleg të tij s'ka rëndësi asnjë emër, por vetëm prova. Kur i duhen dhe 2 muaj nga largimi si drejtuesi SPAK, Altin Dumani raportoi pesor punën e tij dhe kolegëve të tij në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në raportimin e fundit një apel e kishte drejt për drejt për ligjvënësit, kur i foli për çështjen e mandatit 9 vjeçar të prokurorëve të SPAK, ndërsa u dha lajmin se vetë edhe 3 vite do të jetë prokuror i posaçëm. Fillimisht një koment Dumani e kishte mbi shqetësimin për teprinë e masave të arrestit në burg. Vetëm 9.7% të paraburgosurve tha, ai janë të SPAK dhe se problemi duhet parë diku tjetër. Teksa prezantoi sukseset në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Dumani radhiti pastrimin e parave dhe shkeljet në tendera si krimi në rritje dhe në këtë drejtim u ngrit një shqetësim të butetëve. Sipas Dumanit, nga 65.5 milionë euro, 28.7 milionë euro janë sekuestruar, ndërsa 36.7 milionë euro janë konfiskuar. Kreu i SPAK theksoi se gjatë vitit 2024 rritimet kundër pastrimit të parave janë rritur me 34% në raport me vitin 2023, ndërsa në krahasim me vitin 2023 këto procedime janë trefishuar. Altin Dumani evidentoi se 45.8% e pasurive të sekuestruara u përkasin zyrtarëve të lartë. Për veprën penale të korrupsionit, Dumani sqaroi se janë hetuar 33 ish zyrtarë, nga të cilët 19 janë në gjykim dhe 10 të tjerë janë dënuar me formë të prerë. Në lidhje me terrorizmin janë shërtuar 9 çështje, nga të cilat një për financim terrorizmi është dërguar për gjykim, pjesa tjetër janë hetim para prag. Sa i përket grupeve kriminale shqiptare që veprojnë ndërkombëtarisht, Altin Dumani sqaroi se SPAK ka identifikuar 16 të tilla, duke goditur 10 prej tyre. Këto grupe kriminale shqiptare të angazhuar në trafikun ndërkombëtar të drogës, kryesisht kokainë e kanabis, veprojnë në disa shtete të BE-s, teksa kanë lidhje direkte në vendet e Amerikës Latine. Përgjigjen ia dha të drejtë për drejtë Bylyk Bashi të PD-s, kur e akuzoi për mosveprim për krimet zgjedhore. Mirë, zoti Lezi, si e keni parë ditën e dieshme këtë raportim nga Altin Dumani? Ndërkohë është një përmbushje një detyrimi ligjor, që një përfaqësues i një institucioni të pavarur ka detyrimin për të bërë për transparent raportin vjetor të veprimtarisë së institucionit që përfaqëson, por duke pas parasysh aspektin sensitiv të këtij institucioni për shkak të debatit të madh politik dhe publik, cili ka ngërthyer, mendoj që zoti Dumani ka bërë një performancë të kënaqshme, të admirueshme, kemi parasysh në trashëgimin e shoqërisë tonë, që nuk kishim mësuar një përballje të institucione të pavarura apo të institucione drejtësisë me ato subjektet e ligjit. Da kemi parasysh që në objektet të këtij institucioni dhe të ligjit të organizit të saj janë krimi organizuar, korrupsioni i pushtetarëve, i jakave të bardha, të cilët nuk kishte parë në historinë e qeverisë së 30 të saj vjeçare, dhe si i tillë do kishte edhe një konflikt, një përplasje midis përfaqësuesve të këtij institucioni dhe politikës në dy anët e saj, dhe mendoj që ka bërë një bilans të performancës së tij vjeçare, kemi parasysh në temat konkrete të arritjes për pasuritë të sekuestruar të subjekteve të posaçme të ligjit, të agjencisë administrimit pasurive të sekuestruar, në temat monetare dhe material që u përmendën, sikundër edhe me sfidat me cilën përballet ai në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Bilanci i cilës është, po themi, është i testuar dhe është faktik, por që kundër ballafaqohet edhe me sfidat në punën e tij, qoftë të karakterit organizativ, po edhe ato të cilët është një institucion i cili kërkon duhet mbështetje për shkak të edukimit që është bërë,
por edhe problemet të cilet të haset, edhe du të parë edhe në sensin asaj që ne kemi një histori të cilet nuk kemi, asnjëherë nuk kemi parë që të gjykohen leadershipet qeverisë dhe të paraqiten pranë sportele dhe pranë tokave me fjalë të përfaqësuesit të organit të akuzës. Dhe si tillë kjo bën atë diferencën apo atë të cilët ne nuk kemi mësuar dhe ky mit është zhbër. Dhe mendoj që përfaqësuesit e SPAK-ut në rastin konkret të drejtësisë së re, pavarësisht problemeve të tyre apo paraqitjeve që mendon, janë në krahun e duhur të historisë në sensin e saj që po bëjnë një investim patriotik për Shqipërinë, por edhe du të bëjnë edhe përpjekjet e tyre ta marketojnë në sensin aq sa lejohet ligjet, marketojnë punën e produktit tyre që arrin, në mënyrë që të bëhet sa më transparente, sa më pak paragjikuese dhe të çdo lloj përpjekje që paragjikon punën e tyre nga interferimet e politikës në mënyrë që të jenë sa më transparent. Dhe mendoj që kjo është edhe një nga sfidat e tyre. Qartë, por si e keni lexuar ndërkaq çdo të lezi edhe mesazhin e Dumanit ku ka thënë se SPAK pra nuk kishe emrat, por vetëm provat. A mund të jetë kjo realisht pavarësi pra edhe ose ndoshta për të distancuar nga politika dhe nga ana tjetër a mund të themi se SPAK është vërtet jashtë ndikimit politik? E ndërruar, normalisht kështu du ta shohim dhanë edhe perceptimi, pavarësisht perceptimit, por duke ditë që është një investim i SBA-s dhe i Bashkimit Evropian, si tillë produkti që synohen të arrijnë nga këto njerëz me integritet, duhet të tillë që ato në vendimarrjet e tyre gjatë procesit hetimor, shqyrtimit dhe gjyqësor, qoftë GKO apo edhe vetë organi i akuzës prokurisë posaçme nisen nga provat dhe jo nga emrat. Për të lënë kuptuar që në ushtrimin e detyrës tyre ato nisen nga pavarësia e tyre në vlerësimin e këtyre situatave dhe jo nga emrat, don pavarësisht nivelit hierarkik ato që ndodhen. Dhe kjo është diçka e mirë, në sensin e saj që nuk paragjikojnë në punën e tyre asnjë nga rastet të cilët janë subjekte dhe objekti i punës së tyre. Në këtë drejtim është për të përshëndetur dhe është një mesazh për t'i thënë çdo kujt që pavarësisht se çfarë është sot në krye të vendit apo deputet, ministër apo edhe pozicione të tjera do të kenë një përballje nesër pas nesër me punët e tyre të kryera në këtë vend për të përballë lidhur me çfarë mund t'i ngrihen akuza për sa i përket qeverisë, keqpërdorimit të fondeve apo të cilët sfidat e korrupsionit, të krimit organizuar e tjerë, të cilët janë objekt e punës tyre. Do është diçka që një mesazh që tregon për pavarësinë e tyre dhe këmbguljen dhe si tillë nuk lejon në interferimin këtë nga ana paktën e formale e komunikimit, pavarësisht perceptimit apo paragjikimit që mund të bën për shkak të interferimeve politike apo ndikimit faktorëve të tjerë. E qartë, por në sytë e publikut, zotë Elezi, si ndikon ndërkaq edhe përplasja mes qeverisë edhe opozitës pra sa i përket edhe perceptimit për pavarësinë e SPAK-ut? Ndëruar kjo nuk i përçan shoqërinë dhe bën të polarizuar në sensin e asaj që dikush ushqen ndjenjën e paragjykimit dhe një keq perceptimit lidhe me këtë organ që e shef si produkti i vazhërancës e krijuar për të goditur opozitën, ndërkohë që realiteti i punës saj nisur nga rezultatet e produkte që kanë qenë që më së shumti në masa sigurie dhe subjektet procedimit i kanë qenë pjesë e qeverisës. Ndërkohë që nuk janë kursyer dhe liderët të opozitës apo të tjerë të cilët akuzohen për vepra të ndryshme të penale që janë brenda jurisdiksionit të trajtimit të saj gjykate dhe këtij organi. Dhe mendoj që don përballja apo polarizimi që i bëhet opinionit publik nga dy anë të politikës përkundër akuzave që i ngrihen këtij institucioni nuk ndikon pozitivisht në perceptimin lidhur me të. Por mendoj që kjo do varet më së shumti pavarësisht këtyre akuzave, do varet më së shumti nga integriteti i atyre të cilët janë mbartës këtij pushteti dhe ato e përçojnë këtë perceptim dhe e përkthejnë
përkthen me vendimet që marrin, me rezultatet që arrin dhe përmbysin tablon e ngjarje dhe perceptive bazuar mbi atë që ato arrin. Dhe koha do të tregoj, por mendoj që deri më sot ka një histori për t'u përshëndetur pavarësisht problemeve të hacura apo akuzave të ngritur lidhe me paraqitjet apo perceptimet, të cilat do jetë koha e cila do të testoj lidhur me çdo gjë që ka kaluar apo që do të vijojë. Po mendoj që shoqëria shqiptare kishte domosdoshme një strukturë të tillë edhe për të zbërë mitin e paprekshmërisë çdo kujt lidhur me atë që është bërë për gjatë 30 e sa vitesh këtë vend dhe bëhet. Për të thënë që nuk keni një mund pavarësisht mandateve të zgjedhura apo edhe të emëruara në keqbesim të qeverisjes të fondeve publike, po edhe të besimit qytetar, të cilët meritojnë më të mirën për këtë vend i cili ka vujtur pasojat e regjimeve komuniste diktatoriale, por edhe pamundësisë për të integruar dhe për të marrë shanset që i afron ky vend, të cilet qeverisja du t'i afrojë dhe jo të marrin rrugët e Evropës dhe të botës duke lënë këtë vend djerë dhe ku mbas së shumti ndër shumë kërcënime dhe sfida ngelet edhe ajo demografike, cili është një element edhe i fuqisë kombëtare të një vendi, sepse po shohim përditshëm që ka probleme demografike, shpopullim e tjetër.